sot dua të ndaj me ju një reflektim nisur nga eksperjenca ime profesionale në lidhje me një teknik terapeutike, të treguarit me gishtë si një aftësi që mund t'ja mësojmë fëmijës dhe ta trajnojmë. Për gjatë gjithë këtyre viteve kemi përdorur teknika të nxitjes, të përforcimit, kemi trajnuar terapistët, kemi këshilluar prindrit. Pas gjithë këtyre viteve eksperiencë, reflektimi personal dhe intuite profesionale, kam kuptuar që kjo metodë nuk është aq efektive sa dukej. Të treguarit me gisht nuk është thjesht një aftësi që duhet ushtruar dhe trajnimi nuk është mënyra e duhur për të zhvilluar një komunikim natyral dhe domethënës. Komunikimi është më shumë se një ushtrim teknik. Është një lidhje emocionale me fëmijën, është një proces që zhvillohet me ndjeshmëri dhe pranim të fëmijës. Kur kam filluar të përdor terapinë e lojës dhe procesimin e plot gjyqësor, kam parë një ndryshim të dukshëm tek fëmijët. Të treguarit me gisht është një proces natyral që zhvillohet nëpërmjet qasjeve që janë të fokusuara në lidhjen emocionale me fëmijën, në shprehjen e dëshirave dhe preferencave të tij, në rregullimin e tij emocional dhe jo si një ushtrim teknik.